Një avion ushtarak turk C-130 Hercules me mision transportimin e trupave dhe logjistik është rrëzuar në territorin lindor të Gjeorgjisë duke shkaktuar vdekjen e 20 ushtarëve që ndodhen në bord. Sipas autoriteteve gjeorgjiane, avioni ishte nisur nga qyteti Ganja i Azerbajxhanit me destinacion bazën ajrore të Kajserit në Turqi, por humbi kontakte me kontrollin ajror vetëm pak minuta pasi kishte hyrë në hapësirën gjeorgjiane. Njësitë e kërkim shpëtimit u dërguan menjëherë në zonën malore të Logodekit, ku u gjetën mbetjet e avionit dhe trupat e 18 prej ushtarëve. Ministri i Brendshëm i Gjeorgjisë, i cili ndodhej në vendin e ngjarjes, tha se 2 persona të tjerë ende rezultojnë të zhdukur, ndërsa kërcënimet vijojnë me ndihmën e helikopterëve dhe droneve. Ministria turke e mbrojtjes ka reaguar duke shprehur dhimbje të thellë për humbjen e jetëve të ushtarëve në krye të detyrës dhe ka bërë të ditur se një ekip ekspertësh turk po udhëton drejt Gjeorgjisë për të marrë pjesën në hetim. Në deklaratën zyrtare theksohet se avioni ka qenë në gjendje të mirë teknike dhe kishte kaluar kontrollet e rregullta dhe të mirëmbajtjes, ndërsa po verifikohet nëse kushtet e motit apo defektet mekanike kanë ndikuar në aksident. Ekspertët ajror gjeorgjian po analizojnë të dhënat e kudive të zeza dhe dëshmitë e banorëve të zonës, të cilët kanë raportuar se kanë parë një flak të madhe dhe më pas një shpërthim të fortë. Pamjet e para nga vendi i rrëzimit tregojnë mbeturina të përhapura në një terren të vështirë malor, duke e bërë operacionin e kërkimit dhe rikuperimit për të ndërlekuar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave dhe ka shpallur drejtësie kombëtare në nder të ushtarëve të rënë. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes të 2 vendeve kanë komunikuar për koordinimin e hetimeve dhe transportin e trupave drejt Turqisë.